Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 rinjat e zodiakut për ditën e mërkur 29 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për këtë të mërkur, 8 monedhat. Dash, sot je i përqendruar te puna dhe përmirësimi i vetes. Letra 8 monedhave tregon për kushtim, mësimin e një aftësie të re dhe dëshirën për të bërë më i mirë në atë që bën. Mund të mos e kuptosh sa këtu me energji dhe kohë po i kushton një qëllimi, sepse je aq i përfshirë se haron të pushosh. Hëna në britsjap sjell energji të fortë, ambicje dhe fokusi në karrierë. Përpjekjet e tua po vijnë re dhe njerëzit rreth teje e vlerësojnë seriozitetin dhe përkushtimin tënd. Kjo mund të hap mundësi për një ngritje në detyrë, një shpërblim ose një rritje të ardhurave. Megjithatë, mesazhi i letrës 8 monedhat është të gjesh ekuilibrin. Mos lejo që puna të marrë gjithë kohën dhe energjinë tënde. Edhe luftëtarët më të fortë kanë nevojë të marrin frymë. Sot puno me pasion, por mos harro të kujdesesh edhe për veten. Mesazhi i tarotit për ty dash, përkushtimi yt të çon drejt suksesit, por ekuilibri të mban më të fortë. Demi, letra e tarotit për këtë të mërkur, Dem, 2 shpatat e përmbysura. Dem, sot mund të ndihesh sikur ke qëndruar gjatë duke menduar në një vendim të rëndësishëm. Letra 2 shpatat e përmbysura tregon se nuk je gjithmonë kokëfort. Ndonjëherë thjesht ke nevojë për një kohë për të analizuar situatën dhe për të qenë i sigurt për zgjedhjet që do të bësh. Por më në fund e ndjen se momenti ka ardhur dhe ana jote më fleksibël del në pah. Sot është një ditë për të hequr pasiguritë dhe për të parë më qartë rrugën përpara. Me hënën në britsjap, këtë të mërkur je gati të nisësh një ndryshim të rëndësishëm. Mund të jetë një mënyrë e re të menduarit, një vendim në punë ose një hap të ndryshon rutinën tënde. Të tjerë do ta vënë re menjëherë, sepse do të shohin një version ndryshe tëndin. Mesazhi i tarotit për ju, Dem, kur zemra dhe mendja bien dakord, ndryshimi bëhet rruga drejt rritjes. Binjakët, letra e tarotit, kalorësi i shpatave i përmbysur binjak për këtë të mërkur. Kjo letër të thot ngadalëso ritmin. Letra kalorësi i shpatave e përmbysur tregon një prirje për të folur shpejt, për të reaguar në moment ose për të shprehur atë që ndjen pa menduar plotësisht për pasojat. Ti ke një mendje të shpejtë dhe shpesh fjalët të vinë para se të arrish t'i filtrosh. Por sot është një ditë kur duhet të tregosh kujdes me komunikimin, sidomos në biseda delikate. Jo çdo mendim duhet thënë menjëherë dhe jo çdo informacion duhet ndarë me të tjerët. Me hënën në britsjap, zona e sekreteve dhe gjërat të fshehura bëhet më e ndjeshme. Mund të mendosh se duke treguar diçka fiton kontroll ose afërsi me dikë, por sot ruajtja e disa gjërave për vete është zgjedhja më e mençur. Mos u nxito të besosh çdo person apo të hapësh zemrën para kujtdo. Disa gjëra kanë nevojë për kohën e duhur dhe për njerëzit e duhur. Mesazhi i tarotit për ju binjak. Fuqia jote sot nuk është vetëm fjalët që thua, por edhe temençuria për të ditur kur të heshtësh. Gaforia, letra e tarotit 8 shkopin gafore. Energjia e kësaj letre sot sjell një lëvizje të shpejtë dhe zhvillime të papritura. Letra 8 shkopin tregon një situatë që ecën me ritëm të lartë. Diçka mund të ndodhë kaq shpejt sa mund të mos e kuptosh plotësisht çfarë ndodhi derisa momenti të ketë kaluar. Kjo letër mund të sjellë lajme, mesazhe, ndryshime të shpejta ose një kthes në një çështje që ka qenë duke pritur. Sot është e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm dhe të mos reagosh vetëm nga emocionet e para. Me hënën në britsjap, fokusi bie te marrëdhëniet dhe partneritetet. Mund të vëresh një ndryshim të vogël te partneri yt, një sjellje tjetër, një distancë ose një mënyrë të re komunikimi. Mos e shpërfill atë që ndodh në moment. Në vend që të nxitosh të nxjerrësh përfundime, pyet, dëgjoj dhe trego kurreshtje. Një bisedë e sinqertë mund të zbulojë shumë më tepër se sa supozimet. Dhe mesazhi i tarotit për ju gafore, ku diçka lëviz shpejt, zemra e qetë dhe komunikimi i hapur të tregojnë drejtimin e duhur. Luani, Luan, letra e tarotit për sot është bota e përmbysur. Një letër tregon se disa situata mund të kërkojnë më shumë kohë dhe nga sa kishe menduar për të arritur një përfundim. Mund të ndihesh sikur një kapitull ende nuk është mbyllur plotësisht, por kjo nuk do të thotë se je duke ngecur. Thjesht ka ende diçka për të kuptuar dhe për të përmirësuar. Kjo letër të fton të bësh një hap pas dhe të shikosh me kujdes mënyrën se si po vepron. Disa metoda që kanë funksionuar në të kaluarën mund të mos jenë më të dobishme tani. Është koha të ndryshosh qasjen dhe të provosh mënyra të reja.
Shiko rutinën tënde, organizimi dhe zakonet e përditshme. Një ndryshim i vogël mund të sjellë më shumë efikasitet dhe rezultate më të mira. Mos u përqendro vetëm tek ajo që nuk ka përfunduar ende. Shiko sa shumë ke mësuar gjatë rrugës dhe përdore këtë përvojë për të krijuar një drejtim të ri. Mesazhi i tarotit për ju luan. Kur një derë nuk mbyllet ende, ndoshta universi po të jep kohë të përgatitesh për hapin tjetër. Virgjëresha, letra e tarotit të dashuruarit. Kjo letër sjell një energji harmonie, lidhje dhe të zgjedhjesh të rëndësishme virgjëresh. Kjo letër lidhet shpesh me marrëdhëniet romantike, por mund të tregojë gjithashtu një bashkëpunim, një partneritet pune ose një projekt që ka rëndësi për ty. Sot mund të ndihesh më lidhur me dikë ose me një qëllim që të frymëzon. Megjithatë, letra të këshillon të jesh i kujdesshëm me idealizimin e një mundësie të re. Mund të tundohesh të shohësh vetëm anët e bukura të një oferte apo situate dhe të harrosh të vlerësosh rreziqet. Para se të marrësh një mendim të madh, pyet veten, a është kjo më të vërtet ajo që dua apo thjesht më tërheq sepse është diçka e re dhe emocionuese. Me qartësi dhe reflektim mund të bësh zgjedhjen e dur pa rrezikuar atë që ke ndërtuar deri tani. Mesazhi i tarotit virgjëresh. Zemra tregon rrugën, por mençuria të ndihmon të zgjedhësh drejtimin. Peshore, letra e tarotit, 2 skopinj për këtë të mërkur. Tregon se je në një pikë ku duhet të mendosh me kujdes për hapin tënd të ardhshëm peshore. Letra 2 skopinj tregon një udhë kryq, një moment zgjedhjeje ku po planifikon të ardhmen apo po vendos në të cilin drejtim dëshiron të ecësh. Mund të kesh disa mundësi përpara dhe të ndihesh i ndar me asaj që nje dhe me asaj që të tërheq si diçka e re. Sot është dita për të parë më larg, për të menduar për qëllimet e tua dhe për të zgjedhur rrugën që përputhet me atë që dëshiron vërtet. Në muajin gusht që po afron, 2 skopinj të kujton se të përqendrohesh te gjërat më të rëndësishme për ty veçanërisht, familja dhe lidhjet e afërta. Me hënën në britsjap, mund të ndjesh dëshirën për të rregulluar diçka, për të zgjidhur probleme dhe për të përmirësuar situatat rreth teje. Por mos u përqendro vetëm tek ajo që duhet rregulluar. Kujtoje dhe të vlerësosh gjërat e bukura që tashmë ekzistojnë në jetën tënde. Peshore, mesazhi i tarotit për ju peshore. Shiko drejt së ardhmes, po mos harro të çmosh bekimet që ke sot. Akrep, letra e tarotit 9 kupat. Një letër që sjell energji shumë pozitive për ty. Kjo letër 9 kupat lidhet me dëshirat që realizon, kënaqësitë personale dhe ndjenjën se je më afër asaj që ke ëndërruar. Me hënën në britsjap mund të ndihesh më i qetë dhe nuk ke nevojë të shpjegosh gjithçka tek të tjerët. Sot mund të preferosh të mbash idetë e planet e tua brenda vetes, duke i përpunuar me kujdes para se ti ndash me botën. Kjo është një energji e mirë për të besuar te vetja dhe për të menduar praktikisht se si mund të kthesh dëshirat në realitet. Mos prit vetëm që gjërat të ndodhin. Shiko cilat hapa mund të bësh sot për t'u afruar qëllimeve të tua. Nëse ke pasur nevojë për një shenjë që je në rrugën e dur, letra 9 kupave të jep një mesazh i kurajues. Puna, durimi dhe besimi yt po fillojnë të japin rezultate. Mesazhi i tarotit për ju akrep. Dëshira bëhet realitet kur beson në to dhe vepron me vendosmëri. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të mërkur, 6 monedha të përmbysura. Kjo letër sjell një mesazh për ekuilibrin në marrëdhëniet me të tjerët. Mund të kuptosh se jo të gjithë njerëzit janë aq të gatshëm të japin, të ndihmojnë apo të tregojnë të drejtën e ty. Kjo letër të kujton se nuk duhet të lejosh sjelljen e dikujt tjetër të kufizojë apo të largojë nga rruga jote. Në vend të harxhosh energjinë duke u marrë me njerëz që nuk të vlerësojnë, përqendro te projektet, ëndrat dhe vizioni yt për të ardhmen. Me hënën në britsjap, sot ke mundësinë të ndalosh për një moment para se të reagosh. Mos lejo që zgënimi apo nervozizmi të drejtojë. Qetësia dhe durimi do të të ndihmojnë të qëndrosh produktiv dhe të vazhdosh përpara. Investo kohën dhe energjinë te gjërat që të rrisin dhe te njerëzit që të japin të njëjtën mirësi që ti ofron. Mesazhi i tarotit për ju shigjetar. Mos lejo mungesën e mirësisë të tjerëve të ndalojë. Fokuso energjitë te rruga jote dhe ëndrat e tua. Britsjapi, letra e tarotit, ylli i përmbysur britsjap, por hëna në shenjën tënde sjell një mundësi të madhe për të parë më thellë brenda vetes britsjap. Letra ylli i përmbysur lidhet me pasigurinë, dyshimet e momentet kur mund të harrosh sa i aftë je në të vërtetë. Mund të kesh frikë se nuk do të arrish atë që ke planifikuar ose nuk do të jesh në nivelin që pret nga vetja, por kjo letër të kujton të mos gjykosh veten vetëm nga momentet e vështira. Shikon mbrapa dhe kujto sukseset e tua.
sfidat që ke kaluar dhe gjithçka që ke arritur deri tani. Nëse dyson aftësitë tua, kujto karakterin tënd të qëndrueshëm, disiplinën dhe punën e palodhur që të kanë sjell deri këtu. Sot ke një energji të fortë për të rregulluar gjërat dhe për të rikthyer besimin tek vetja, Bricjap. Lejoje këtë ditë të jetë një kohë shërimi dhe rilidhje me forcën tënde të brendshme. Mesazhi i tarotit për ju, Bricjap: mos haro se kush je. Forca jote nuk matet nga dyshimet e vogla të momentit, por nga diçka që ke kapërcyer. Ujor, letra e tarotit për këtë të mërkur, 6 shpatat. Kjo letër sjell një mesazh të fuqishëm për largimin nga e kaluara drejtimin drejt një të ardhmeje më të qetë. Ajo tregon se një periudhë e vështirë po mbetet pas dhe ti je gati të kalosh në një fazë më të ndritur të jetës. Me hënën në zonën e përfundimeve, sot mund të kuptosh se disa lam të mira nuk janë humbje, por dhurata që të hapin rrugën për diçka më të mirë. Ndonjëherë duhet të mbyllesh një derë që të krijosh hapësirë për një derë të re. Mos e përpiq të kontrollosh atë që nuk varet më nga ti. Lëri situatat, njerëzit ose shqetësimet që të marrin energjinë dhe përqendrohu tek ajo që ka vërtet rëndësi për ty. Sot është dita për të rimarrë fuqinë tënde, për të shëruar plagët e vjetra dhe për të drejtuar energjinë aty ku mund të sjellë rritje dhe lumturi. Mesazhi i tarotit për ju, Ujor: kur lëshon atë që të rëndon, krijon hapësirën për një rrugë më të bukur përpara. Peshqit, letra e tarotit për sot, 4 shkopinjtë e përmbysur peshq, një letër që tregon se mund të ketë një vonesë të papritur për diçka që e ke planifikuar me shumë dëshirë. Mund të duket sikur diçka ishte gati për të ndodhur, por në momentin e fundit shfaqet një pengesë që të detyron të presësh. Kjo letër të kujton se jo çdo vonesë është diçka negative. Ndonjëherë gjërat shtyhen për një arsye, për të të mbrojtur, për të të dhënë më shumë kohë për të përgatitur ose për të drejtuar drejt një rrugë më të sigurt. Sot përdor anën tënde fleksibilitetit dhe mos lejo që zgënjimit të prish humorin. Nëse planet ndryshojnë, përpiqu ta shohësh me qetësi dhe me pak humor. Edhe njerëzit rreth mund të jenë të zgënjyer nga ndryshimi, por një qëndrim pozitiv do ta bëjë situatën shumë më të lehtë. Mbaj mend, ajo që vonohet sot mund të vinë në kohë më të mirë për ty. Mesazhi i tarotit për ju, peshq: një vonesë nuk është gjithmonë një ndalesë, ndonjëherë është mënyra e jetës për të çuar në drejtimin e duhur. Këto ishin mesazhi i letrave tarot për 12 të horoskopit për ditën e mërkur, 29 korrik 2026. Ju falenderoj që na ndiqni. Lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.